e lëndëve narkotike dhe psikotrope, apo për sigurinë e ilaçeve, që sigurisht është një temë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që meritojnë debat më vete, por të cilësh rregullime të vogla ligjore ku ndërkohë elefanti në dhomë është trafiku i drogës, përdorimi masiv në shkolla, atëherë kjo është tallje, sigurisht është tallje. Tani kam nevojë të ngrej edhe dy çështje për të cilat jam kontaktuar nga shumë qytetarë nëpërmjet telefonit, për dy ngjarje që edhe janë duke ndodhur momentalisht. Janë me 10 banorë të rjollit në Shkodrë që aktualisht janë duke u përballur me policinë e shtetit. Aty është dhënë leje për ndërtimin e një resorti dhe banorët ja çuan në protestë sepse pretendojnë që po u vidhet prona. Dhe sipas raportimeve në media, ka qenë zëvendës kryeministra Balluku që ka konfirmuar lejen e firmosur pak ditë më parë. Pra zëvendës ministrja e akuzuar për korrupsion dhe nuk dënjon të japi dorëheqjen, pas ka pas guximin të firmosë një tjetër leje zhvillimi në plazhet shqiptare. Është e njëjta skemë, siç ka ndodhur rëndom në fshatrat e jugut, po ndodh edhe në veri. Banorët po përjashtohen nga zhvillimi. Po u merren pronat, askush nuk po i dëgjon ata në emër të këtij zhvillimi. Pa garë, pa transparencë. Dhe ndërkohë u çohet policia atje dhe trajtohen si kriminal. Me ligjin për investorë strategjik, me paketën e maleve, ju po u rumbeni pronën shqiptarëve. Do një rast tjetër, sa po më shkruajnë tani. Fshati Gurras, Buzë, liçeni të Pogradecit. Fshati madh me mijëra banor. Më thonë, Eralt në ka ardhur një biznes, ka rrethuar 10 hektar tokë, i ka marrë nga bashkia në kuadër të paketës së maleve, ndërkohë që ne e dinim se kemi pasur toka të ndara me 7.1, se kemi punuar do 30 vjet. Shkon dhe i rrethon, vem në hipotekë, thonë nuk keni gjë në hipotekë. Pavarësisht se ata kanë pasur vendimet e komisioneve për ndarjen e pronave. I kanë marrë toka me 7.1, i kanë punuar 30 vjet, sigurisht nuk kanë shkuar t'i regjistrojnë pronat, sepse pronat kanë qenë në fshat, pa pritur del se ka një interes të shtuar për pronën se janë afër liçenit të Pogradecit, dhe bashkia në mungesë transparence përdor të paketën e maleve dhe u rumben tokën njerëzve. Pra, shikoni se çfarë drama sociale ju po përdorni në Shqipëri. Dhe po flasim për një fshat të madh, një fshat që ka mijëra banor, një fshat që ka vuajtur nga shumë fenomene. Ky fshat për shembull ka vuajtur shumë nga problemi i të rinjve të cilët iknin dhe luftonin në Siri. Janë 10 të rinj nga ky fshat që indoktrinuan dhe ikën të luftonin në luftën në Siri 10 vite më parë. Pra një fshat që ka shumë halle dhe probleme. Dhe në vend t'u jepet një dorë, shkohet dhe u rrethohet prona për cilën ta mendonin se e kishin me 7.1. Nuk ka asnjë garanci prone në Shqipëri. E vetmja garanci është qeveria e cila vendos se kush duhet pasurohet dhe kush duhet varfërohet, kush e zhvillon pronën dhe kush përjashtohet.